Mësuesi është rritur në X vend, ka ardhur nga një familje me 1000 probleme, ka marrë traumën dhe stresin e prindit, sepse t'ja drejtoj atyre që do na ndjekin, të dashur ndjekës, stresi është i trashëgohet në ADN. Kam lexuar një profesor të madh në një nga podcastet e fundit që thoshte: "Jam njeri me fat dhe dini pse jam me fat? Se stërgjyshi im ja trashëgoi stresin babait tim. Gjyshi tim. Gjyshi im ja trashëgoi stresin babait tim. Babai im trashëgoi stresin mua dhe di cili është stresi, janë frikrat që ne kemi për fëmijët tanë. Unë çuditërisht tani kur përballem me fëmijët e mi, nuk ja kam trashëguar stresin fëmijës tim dhe jam i lumtur që këtu është mbyllur zinxhiri i stresit që ne trashëgojmë në kodin gjenetik.